Një situatë jo serioze ku partia e parë nuk sheh ndonjë urgjencë për ta konsoliduar kuvendin, për shkak se ka qëllim final që të mos e lëshoj as ekzekutivin. Ua kujtoj që 17 deputet kanë dhënë betimin dhe njëkohësisht janë në zyret e qeverisë së Kosovës. Dhe duke mos pasur dëshirë që të arrijnë tek një rezultat në kuvend, ata po arrijnë që të marrin vendime jo kushtetuese dhe jo ligjore në qeverinë e Kosovës. Si LDK shprehim shqetësimin tonë që kjo situatë politike po manifestohet me një krizë që po reflektohet në shtrejtimin e çmimeve, inflacionin. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them që nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaboroj idenë dhe prioritetet që do t'i shihnim si pjesë e kësaj qeverie për një periudhë të caktuar. Kemi parë një marrje peng të një qytetari ish zyrtarit të policisë së Kosovës, Arnar Spahiu, dhe kemi parë njëkohësisht që nuk ka veprime zyrtare shtetërore për t'u angazhuar për lirimin e tij sa më parë. Më lejoni që nga këtu në emër të Lidhjes Demokratike t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që të angazhohen për lirimin e menjëhershëm të zyrtarit ton policor, ish zyrtarit ton policor.